Sonit qendror të zgjedhjeve kur nuk ka kalu lista serbe, pra votat e listës serbe nuk janë certifikuar, nuk janë shpallë si tilla si provendimtare, pra ky është një veprim politik që dy anëtarët e vetëvendosjes e kanë marrë në KQZ, sepse kanë mundësi ta mbivotojnë, sepse kanë quorum që mos me kalu, dhe kësaj është një paralajmërim që secili hap që çon drejt idesë ku ka prezencë të listës serbe, të njëjtit me refuzu politikisht dhe me bojkotu. Pa çka që njëjta gjë pritet me ndodh edhe në kuvendin e Kosovës, kur të vijë në radhë në pikpyetje çështja e nënkryetarit. Por ajo çka unë dëgjova më vëmendje profesor Kryeziun është shpjegimi që i bëri pas vendimit të fundit të gjykatës, në cilën unë kam një mos pajtim veç për një pikë, sepse gjykata konstaton që i takon shumicës dhe nuk thotë që propozon, por i takon. Pra ka një dallim në menoj këtu në interpretim, sepse me propozu dhe me taku janë dy gjëra ndryshme, i takon i bjen që domosdoshmërisht ti mundosh mos me votu. 10 herë ose 20 herë, po domosdoshmërisht çaj pozicion i nënkryetarit i takon shumicës serbe që janë prezent në kuvendin e Kosovës. Kjo është me përkthy në idenë tjetër që me provu dikush vetëvendosjes me marr kryetarin e kuvendit. I takon smunat me marr, sepse me kushtu duhet i takon. Kështu që ata mund me bo lojra veprime politike sot dush, edhe në raport me pozitën e kryetarit, por në esencë kjo domosdoshmërisht ka marrë një periudhë ku duhet me u zgjidh dhe duhet me votu. Tashti, a ka konstituim pa e votu dhe pasi të konsumohet, unë besoj që kjo do të prodhojë një rast të ri për gjykatë kushtetuese prap, edhe pse është e qartë kjo çfarë ka bërë në vendimin e fundit gjykata. Profesor Kryeziu ka qenë vetë në gjykatë dhe shpesh gjykata kanë nxjerrë vendime edhe për sqaru situata politike, për me lehtësu rrugë, edhe unë e shoh nga ky prizëm që ka ndodhur vendimi i fundit, që mos me bloku, pikërisht mos me bë këtë lëvizje vetëvendosje, po ja që paralajmërimi në KQZ, pastaj deklarata e kryetarit, ish kryetarit Demal Basha, ta konfirmon që vetëvendosja është në pozicione të njëjta sa i përket listës serbe dhe nënkryetarit. Kushorbe, do të kemi një situatë të re që do të shkojë në gjykatë. Kuvendi do të konstituohet pa nënkryetarin serb, sepse partitë opozitare do të jenë në këtë presionin publik që pasi se voton vetëvendosja, ata nuk duhet ta votojnë sepse shumicën e ka vetëvendosja dhe ka përgjegjësi. Në fakt edhe po ta votojnë gjitha partitë tjera nuk i bëjnë dot gjatë një vote. Jo, bën 61 vote. Sa 57 me 63. Bën. Me shumicë kalon, me shumicë prezente apo jo nënkryetare. S'ka nevojë për 60 vote. Po i bie edhe 10 minoritetet jo që janë në jo serbe ta votojnë, atë që në fakt janë në koalicion me vetëvendosjen. Nëse janë deputet në seancë, edhe 90 sa duhet të jenë shumica që të kalojë pozicion nënkryetare. Nuk ka nevojë për 60 vote nënkryetare. Ka nevojë për shumicë prezente, kështu e di.